Një burr britanik u dënua për vjedhjen në një tualeti prej arit 18 karatësh, që ishte ekspozuar si vepër arti në një ekspozit në vendlindjen e Winston Churchill. Tualeti plotësisht funksional, një vepër e titulluar America nga artisti italian Maurizio Cattelan, u vëdh nga selia e familjes Churchill në pallatin Blenheim në Anglinë Jugore, një atraksion i madh turistik dhe vend i trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Prokurori u tha juristëve në fillim të gjyqit muajin e kaluar se një grup prej 5 personash udhëtuan me 2 automjete të vjedhura përmes portave të mbyllura prej druri në oborrin e pallatit para agimit të 14 shtatorit 2019. Ata hyn nga një dritare, thyen një derë druri, hoqën tualetin nga muri dhe u larguan pas 5 minutash nga ndërtesa. Tualeti me peshë 90 kg ishte i siguruar për $6 milion. Prokurorët thonë se ndoshta është ndarë në sasi më të vogla ari për ta shitur atë. Michael Jones, 39 vjeç, u shpall fajtor për vjedhje në gjykatën e kurorës së Oxfordit. Fred Doe, 36 vjeç, u shpall fajtor në akuzën e komplotit për konvertimin ose transferimin e pasurisë kriminale përkatësisht arit, ndërsa 41 vjeçarja Bora Guçuk u lirua nga kjo akuzë. Ndërsa personi 4 i akuzuar ishte deklaruar fajtor përpara gjyqit për vjedhje komplot për konvertimin dhe transferimin e arit. Shërbimi i prokurorisë së Kurorës tha në një deklaratë se kjo ishte një bastisje e guximshme që ishte planifikuar dhe ekzekutuar me kujdes, por grabitësit nuk ishin treguar të kujdesshëm, duke lënë një gjurmë të provave që u ekzaminua nga mjekësia ligjore. Po ashtu ata ishin filmuar nga kamerat e sigurisë, ndërkohë sasia e arit nuk u gjet kurrë, por autoritetet janë të bindur se kanë ndërprer një rrjet më të gjerë krimi dhe pastrimi parash.